Kanë kaluar plot 4 vite që nga momenti kur Angel Shkira hyri për herë të parë në shtëpinë më të famshme në vend në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania. Një eksperiencë që siç pranon ajo vetë sot i ndryshoi përgjithmonë jetën, jo vetëm në aspektin profesional, por mbi të gjitha në atë personal dhe shpirtëror. Ajo vajzë nuk e dinte çfarë priste. Në një postim nostalgjik në Insta Story, moderatorja dhe ish-banorja e Big Brother VIP ndau një kujtim nga ajo periudhë duke reflektuar për rrugën që ka bërë deri më sot. Ndërkohë si sot 4 vjet më parë ka ndryshuar shumë gjëra që atëherë shkruan ajo krahas një fotografie të vjetër. Mund të më mungoj pamja e saj, trupi, flokët, fytyra, por jo jeta e saj. As sikur ta dinte atë ditë si do të ishte jeta e saj pas 4 vitesh. Do të kishte barrën më të lehtë në shpirt dhe do të flinte më i qetë. Në të njëjtin postim Angel u ndal te transformimi i saj i brendshëm duke pranuar se në atë periudhë ndjente një boshllëk që nuk e kuptonte plotësisht. Nuk e kuptoja sa bosh dhe e trishtuar isha derisa prijetova lumturinë hyjnore dhe plotësim shpirtëror. Faleminderit Zot për bekimet e tua. Ky reflektim emocional tregon një ndryshim të thellë në vetdijen e saj pasi pas provojës së Big Brother VIP, ajo gjeti dashurinë e jetës, DJ Daxin, me të cilën sot ndan një familje të lumtur dhe 2 fëmijë të vegjël.